Mjeku zbulon sekretin. Merrni këto 7 ushqime për të jetuar shëndetshëm deri në 100 vjeç. Ndërsa plakeni, nevojat tuaja ushqimore ndryshojnë për shkak të ndryshimit hormonal, përthithjes së ndryshuar të lëndëve ushqyese dhe ndryshimeve metabolike. Ushqyerja e mirë është thelbësore ndërsa plakeni, sepse ndikon drejt për së drejti në shëndetin tuaj të përgjithshëm, në nivelin e energjisë dhe në jetëgjatësi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ja lëndët ushqyese të cilat janë veçanërisht të rëndësishme sipas Delsajt për të ushtuar në dietën tuaj sidomos, ndërsa plakeni. Proteina. Proteina është shumë popullore në dietën e sotme, por është e rëndësishme edhe me kalimin e moshës. Ndërsa plakeni, i humbisni natyrshëm masë muskulare dhe trupi juaj bëhet më pak efikas në ndërtimin e muskujve sipas Anna Davis, dietologe dhe eksperte e jetëgjatësisë. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht shtimin e proteinës cilësore në dietën tuaj si një nga alternativat më të rëndësishme ushqyese, sidomos edhe në moshat e thyera. Vitamina B12 gjithashtu është shumë e rëndësishme në çdo aspekt të ushqyerjes, sidomos tek moshat e treta. Plakja mundet të zvogëlojë edhe aftësinë e trupit tuaj për të përthithur vitaminën B12, por është thelbësore për shëndetin e trurit dhe për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Nivelet e ulta të vitaminës B12 janë të lidhura me dëmtimin e njohjes dhe rritjen e rrezikut për demencë dhe sëmundjet e Alzheimerit. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të ushtuar në dietën tuaj jo vetëm në pleqëri është edhe fibra. Fibra është një lëndë ushqyese kritike në çdo fazë të jetës, por bëhet edhe më e rëndësishme ndërsa ne plakemi. Ky karbohidrat kompleks e mban sistemin tretës të funksionojë më mirë dhe ndihmon gjithashtu edhe në kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak dhe të kolesterolit. Prandaj, ushqimet me fibra në dietën tuaj duhet të jenë sa më cilësore dhe gjithashtu të konsultoheni me mjekun tuaj për dietën, të cilat duhet të jetë individuale për çdo problem të mundshëm që mund të keni. Kalciumi gjithashtu është një lëndë ushqyese shumë e rëndësishme e cila nuk duhet të mungojë asesi në dietën tuaj. Dhënia e përparësisë së lëndëve ushqyese që janë të mira për kockat tuaja janë të rëndësishme, ndërsa plakeni, sepse ekspertët tregojnë një rritje të zhvillimit të dëndësisë së reduktuar të kockave si osteopenia dhe osteoporoza. Kalciumi ndihmon në zhvillimin më të mirë të kockave dhe dhëmbëve tuaj më të fortë, duke zvogëluar rrezikun e osteoporozës e cila është e zakonshme në moshat tek meshkujt ashtu edhe te femrat e vjetra. Vitamina D. Po aq e rëndësishme për shëndetin e kockave, vitamina D ndihmon trupin të thithë kalciumin dhe të zvogëlojë inflamacionin, rrezikun e problemeve të humbjes së shenjave të jetëgjatësisë, gjithashtu edhe ndikimin e përkeqësimit të imunitetit tuaj, citojnë ekspertët. Ekspertët tregojnë se ekspozimi në diell siguron një sasi të mirë të vitaminës D, por mund të nevojiten edhe suplemente dhe ushqime të fortifikuara me vitaminën D, veçanërisht për ata që kalojnë më pak kohë jashtë çdo ditë. Magnezi gjithashtu është një mineral i cili duhet të jetë pjesë prezente e dietave tuaja. Magnezi luan një rol jetësor kritik për ngjitjen e trupit tuaj veçanërisht ndërsa plakeni. Magnezi mbështet funksionet e muskujve dhe të nervave, ndërsa luan gjithashtu një rol në kockat e shëndetshme. Mund të ndihmojë gjithashtu në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Ideale është edhe për personat me diabetin e tipi 2 dhe zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve në zemër. Acidet yndyrore omega 3 gjithashtu duhet të jenë pjesë e pandërprerë e dietave tuaja. Acidet yndyrore nxisin shëndetin e zemrës, zvogëlojnë inflamacionin dhe mund të ndihmojnë në funksionin e mirë të trurit. Në fakt, ullëntimet e lidhin konsumin e acideve yndyrore omega 3 me uljen e humbjes së jetës nga të gjitha shkaqet. Ato gjithashtu mund të zvogëlojnë rrezikun e zhvillimit të demencës, rënien njohëse, gjithashtu edhe sëmundjet e zemrës. Sa më mirë të ushqeheni me kalimin e viteve, aq më shëndetshëm do të jetoni. Nëse dëshironi që të keni një pleqëri të shëndetshme, ju duhet i përdorni këto ushqime të rekomanduara nga dietologët. Ushqimet që të cilat forcojnë sistemin tuaj imunitar. Konsumi i përditshëm i burimit të proteinës me vlera të larta biologjike, por pa yndyr, si veza, peshku, mishi i shpendëve, mishi i kuq pa dhjam, është e një rëndësie të veçantë. Këto ushqime janë të domosdoshme për mbrojtjen e masës muskulare si dhe për prodhimin e qelizave të sistemit imunitar.
veçanërisht e të moshuarit nën peshë duhet të plotësojnë nevoja ditore për këto ushqime. Një mënyrë e mirë është marrja e tyre në forma të lëngshme, si për shembull banane, kos e të tjera. Përfshini sa më shumë produkte natyrale në dietën tuaj, të cilat do të sjellin rezultate fantastike. Kujdesuni më shumë gjithashtu edhe për aparatin tuaj tretës. Ushqimi duhet jetë i mjaftueshëm në karbohidrate të duhura, në mënyrë që trupi të mos shpenzojë proteina për glukozë. Ushqimet si fasulet, zarzavatet, drithrat e plota dhe frutat janë gjithashtu të pasura me fibra, gjë që garanton edhe mbarvajtjen e zorëve dhe parandalimin e kapsllëkut. Një problem shumë i prapur te moshat e mëdha. Konsumi i ushqimeve me fibra duhet të shoqërohet me një sasi të mirë të ujit në dietën tuaj, në mënyrë që të mos ngeleni të dehidratuar. Në dietën tuaj duhet të keni edhe një kujdes të mirë edhe për ushqimet të cilat do të ndikojnë në shëndetin tuaj të zemrës. Ashtu sikurse edhe moshat më të reja, konsumi i yndyrnave duhet të jetë i pakët, sa për të përmirësuar shijen dhe të mos rritet rreziku i arteriosklerozës. Por dojë i yndyrnave është akoma më i rëndësishëm. Ato më të preferuarat janë yndyrnat bimore si vaj i ullirit, avokado, arrat, gjithashtu edhe peshqit e kaltër. Kontrolloni nivelin e duhur të vitaminës B12 vazhdimisht në dietën tuaj. 10 deri në 30% e të moshuarve vuajnë nga gastriti atrofik, të cilat janë të rrezikuar nga mungesa e vitaminës B12 pasi nuk arrin të përthithin atë nga ushqimi. Duke marrë parasysh pasojat e shkatrimtare që mungesa e vitaminës B12 sjell, si anemia dhe dëmtimi i parikuperueshëm neurologjik, marrja e saj e mjaftueshme me monitorim të vazhdueshëm nga mjeku është tepër e rëndësishme. Ushqimet që përmbajnë janë ato me origjinë shtazore si pula, peshku, bulmeti, veza dhe mishi. Nëse përthithja nga ushqimi është e caktuar, marrja e vitaminës B12 duhet të bëhet nëpërmjet suplementeve. Dilni vazhdimisht në diell. Mungesa e vitaminës D është një problem serioz për moshat e treta. Burimi i kësaj substance të domosdoshme është kryesisht dielli dhe shumë pak ushqimi. Përveç faktit se të moshuarit dalin shumë pak në diell, aftësia e lëkurës të tyre për të përthithur vitaminën D ulet me kalimin e viteve. Për këtë arsye, në moshë të madhe duhet të merrni suplementet e vitaminës D në më shumë raste për të siguruar forcën muskulare dhe të kockave. Për moshat nga 51 deri në 70 vjeç nevojiten 15 mikrogram të vitaminës D në ditë, ndërsa për ata mbi 71 vjeç rekomandohet një dozë prej 20 mikrogram në ditë. Pini më shumë qumësht. Qumshti i freskët është një burim shumë i mirë për të marrë sasinë e nevojshme të kalciumit dhe për ta përthithur atë. Laktoza që gjendet te qumshti ndihmon gjithashtu edhe në përthithjen e këtij minerali. Mungesa e tij do të përballet edhe me osteoporozë dhe fraktura. Burimet të tjera të kalciumit janë drithrat e shtazënuar, fasulet, sardelet dhe gjithashtu brokoli. Sipas rastit, suplementet me kalcium mund të jenë edhe më të nevojshme. Mos lejoni që t'ju ikë oreksi. Përgjithsisht në moshë shumë të madhe, shqisat e shijimit veniten dhe oreksi vjen gjithmonë edhe më i pakët. Kjo mund të përbëjë rrezik në ushqyerjen për këtë grup moshë, e cila çon në dobësi dhe sëmundje. Zinku është minerali që lidhet me oreksin dhe vjet re se mungesa e tij mund të shkaktojë mungesë oreksi. Ushqimet e pasur me zink duhet të jenë patjetër pjesë e pandarë e menus tuaj ditore, si mishi i viçit, spinaqi, fara dhe vaji i kungullit. Fasulet, farat e lirit, karkalecat, hudhra dhe e verdha e vezës gjithashtu duhet të jenë pjesë e pandarë e dietës suaj. Është e rëndësishme që të merrni ushqime të duhura edhe për të mbrojtur organizmin, por edhe për të parandaluar komplikacionet e tyre. Plakja dhe efektet e saj janë të pashmangshme me jetën, por ajo që ka rëndësi është si ta trajtoni dhe zvogëloni këtë efekt ndërsa ju kaloni vitet e pleqërisë. Prandaj siguroni që të siguroni një bazë më të mirë ushqyese dhe mbi të gjitha të mbroni organizmin nga faktorët e jashtëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.